Qeveria greke ka njoftuar përdorimin e dy metodave për të përballur krizën e banesave në vend, banesat sociale dhe qiraja sociale. Sipas Ministrisë së Kohezionit Social dhe Familjes, këto dy masa janë mjete komplekse që kërkojnë bashkëpunim midis shumë aktorëve. Në veçanti, projektet e banesave sociale do të kërkojnë mobilizimin e aseteve publike që janë lënë pas dore prej kohësh. Në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, iniciativat e reja të banesave do të përdorin vendet ushtarake të papërdorura. Tashmë janë përzgjedhur 3 kampuse në Athinë, Selanik dhe Patra. Faza e parë e programit synon zhvillimin e rreth 1500 deri në 1700 banesave sociale të përballueshme për familjet me të ardhura mesatare. Masa e dytë e qeverisë, qiraja sociale, përfshin një partneritet midis sektorit publik dhe atij privat. Qëllimi është të rikonstruktohen ndërtesat ekzistuese që nuk përdoren më, në vend që të ndërtohen njësi të reja në tokat e lira. Një investitor privat do të ndërmarrë rikonstruksionin e ndërtesave në pronësi të organeve publike dhe do t'i kthejë shtetit të paktën 30% të banesave të reja që ndërton. Megjithatë, aktorët e tregut theksojnë se këto masa, edhe pse janë zbatuar tashmë në disa vende europiane, do të jenë të vështira për të realizuar në Greqi. Së pari, shumë prona publike kanë status kompleks pronësie që mund të kërkojnë muaj apo dhe vite për të zgjidhur. Gjithashtu, procedurat e miratimit dhe licencimit për zhvillimet e banesave të reja mbeten jashtëzakonisht të gjata. Sipas një studimi të ri nga platforma greke e pasurive të paluajshme Prosperity, tregu në vend përballet me probleme në ofertë dhe kërkesë, me mospërputhje të mëdha që i bojnë pronat të pabanueshme për periudha të gjata. Nga ana e ofertës, shumica e godinave të disponueshme janë të vjetra, shpesh të ndërtuara në vitet 1960, 1970 dhe vetëm 90 është rinovuar. Aktualisht ka rreth 131.000 prona në shitje dhe 45.000 për të lëshuar me qira. Megjithatë, shumë prej tyre mbeten të pabanueshme për periudha prej 6 muajsh deri në 2 vite, kryesisht për shkak të mospërputhjes midis çmimit dhe cilësisë. Çmimi mesatar i kërkuar për prona arrin në 300.000 euro ose rreth 2.500 euro për metër katror. Godinat e sapo ndërtuara tërheqin kryesisht grupet me të ardhurat të larta, me çmime që shpesh i kalojnë 6.000 euro për metër katror për opsionet luksoze.